Përshëndetje, quhem Liria. Përshëndetje, quhem Liria Bazi. Unë po shoh këta fotot këtu, fotot e nënave, baballarëve dhe motrave dhe vëllezërit. Këtu janë baballarët që presin fëmijët e vet, që duan të dalin nga që duan dalin këta. Këtu shohim djemtë e vet, që djemtë e vet, baballarët kanë shku për djemtë e vet, atë i gjuajnë me gura, që nuk e pranojnë nga Meku, nga Meku nuk e pranojnë. Këta du të takojnë fëmijët e vet edhe nuk i takojnë dot, edhe i gjuajnë me gura. Tu është nëna Sorulla, edhe e falenderoj, lutet për djemtë e vet, Zoti ja plotësof dëshirat inshallah, arrisim me djemtë e vet, edhe këtu bon flet për djemtë e vet atje në Mekë. Këtu shikojnë që lexojnë Kur'an, shikojnë që pritjen e fëmijëve të veta, që presin fëmijët e veta. Këtu është ku përqafojnë, kur dalin nga Meku, edhe përqafojnë djalin, edhe ka një lumturi të mirë këtu, se kanë dalë nga Meku. Edhe shumë mirë, është edhe kënaqësi për ne, që shohim te foto. Mbajmë paqësi të lutem, ju lutem mbajmë paqësi o shumë. Nënat, që brorasin për fëmijët e vet. Tregojnë fotot edhe duan që të takojnë djemtë e vet. Tu këto nënat që janë bitela, që derdhin lot, për ato djemë, dhe inshallah arrisin dhe ato këtë djemtë e vet, e kenë lumturi. Faleminderit.